Kemi fillu me prodhim të fidone, me një numër shumë të vogël, nashta maksimum tej 5.000 fidone në vit. Ka dominu kultura e specit, e domatës edhe e kastravecit. Ndërsa sot, kësaj liste ja kemi shtu edhe shumë lloje të perimeve normal me kërkesë të konsumatorëve. I strukur mes kodrave të qeta dhe tokave pjellore, ndodhet Godanci, një fshat që ndoshta pakush e njeh, por që fsheh brenda tij një energji të rrallë të jetës rurale. Rrugicat e ngushta të Godancit kalojnë mes shtëpive të gurta, oborreve të mbushura me lule dhe kopshtjeve që shtrihen me kujdes nën hijen e diellit. Në mesin e këtij fshati gjendet një nga njerëzit që mban të gjallë veprimtarinë e bujqësisë, Skënder Ramadani, fermer i përkushtuar, i cili çdo ditë e nis në sera. Jemi në fshatin Godanc, komuna e Shtimës, në fidanishtën e Godancit. Është ky po besoj edhe vendi ku ju keni lindur, në këtë vend jeni rritur? Po. Këtu kemi lind, edhe veprimtarinë e kemi fillu prej vitit 1993, kur kam qenë student në Fakultetin e Bujqësisë në Prishtinë. Fillimisht me një sipërfaqe shumë të vogël, po edhe me kushte primitive kemi punu, po të e pas parasysh se kërkesat për fidone u rritëshin, atëherë gradualisht kemi shku në rritjen e sipërfaqes. Ndërsa mas luftës, duke i falenderu organizatat e huaja, Ministrinë e Bujqësisë, na kanë ndihmu në rritjen e sipërfaqes dhe në modernizimin e linjes për prodhimin e fidoneve. I përmende vitet e hershme në atë kohë kur veç keni fillu fillimet e juaja, po ndalemi pak tek fillimet edhe nëse mundesh me na tregu se me çka keni fillu atë në atë kohë, cili ka qenë fruti ose perimi i parë me cilin ju keni fillu edhe një zhvillim ndër vite. Kemi fillu me prodhim të fidone, me një numër shumë të vogël, nashta maksimum tej 5.000 fidone në vit, për arsye se hapësira ka qenë shumë e kufizuar, dhe në atë kohë ka dominu kultura e specit, e domatës edhe e kastravecit. Ndërsa sot, kësaj liste ja kemi shtu edhe shumë lloje të perimeve normal me kërkesë të konsumatorëve. Po e pam pak a shumë edhe ka fruta, pastaj perime të ndryshme. Tregona pak sa ka qenë e vështirë krejt kjo rruga, sepse po e cek që ka mbi 3 dekada, apo jo, që ju e bëni këtë punë. Sa ka qenë e vështirë që ti të zhvillohesh edhe sot të kesh një sukses kaq të madh sikur se sot ku jemi ne këto? Të merresh me bujqësi është një punë jashtëzakonisht e vështirë, është një punë mjaft delikate, kërkon kujdesje maksimale, edhe është një fjalë popullore që thuhet se bujqësia është fabrik pa kulum, edhe gjithçka varet prej Zotit. Kështu që ka pas sfida, ka pas probleme, sa në mirë, po edhe ajo është pjesë e punës, pjesë e jetës,